Po kalojmë në temën e tretë të bisedës sot me akademikun Anastas Angjeli. Tema e tretë, i lutem regjis, Banka e Shqipërisë, raporti vjetor i mbikëqyrjes i prezantuar përpara mediave, gazetarëve, një ditë përpara pikërisht të njëjtën. Në gjykimin tuaj, profesor, cilat janë mesazhet qendrore të Bankës së Shqipërisë nga prezantimi në publik i dieshëm i raportit vjetor të mbikëqyrjes 2024? Banka e Shqipërisë ka një rol të rëndësishëm në mbikëqyrjen e sistemit financiar, të sistemit bankar, po edhe të institucioneve jo bankare. Kështu që raporti vjetor ishte një, si të thuash, një analizë, një agjende të plot të punës së bërë për të rritur cilësinë, për të rritur standardet, për të rritur efektivitetet dhe natyrisht për të goditur edhe fenomenet ndonjëherë jo pozitive që mund të kenë ndodhur në sistem, veçanërisht në sistemin jo bankar. Kështu që me paraqitjen e këtij raporti, Banka e Shqipërisë hapi një faqe 3 për arsye se së pari kemi një numër të madh aktesh ligjore dhe nënligjore, të cilat janë përmirësuar rregullash të shumta vërtet për të pasur një sistem të qëndrueshëm, për të pasur një sistem të updateur me të rejat e zhvillimeve teknologjike, për të reflektuar në të njëjtën kohë dhe ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur në sistemin ligjor shqiptar, sidomos në format e pagesave, për të reflektuar në të njëjtën kohë edhe revolucioni mirëfillt, fintechun, çështjet teknologjike, për të reflektuar në të njëjtën kohë edhe saksinë dhe korrektësinë në paraqitjen e raportimeve që sistemi bankar dhe jo bankar bën në Bankës Qendrore, në Bankës Qendrore, në përputhje me funksionin dhe misionin e saj, dhe njëherëshi, këto janë një thirrje, një reflektim, që edhe Banka e Shqipërisë për shkak të përvojës së fituar, po bën këto ndryshime të mëdha me qëllim që të kemi një rritje të efektivitetit punës. Një nga zhvillimet e rëndësishme të mbikëqyrjes e përmendët dhe juve, sidomos për sektorin financiar jo bankar, ka qenë pikërisht rishikimi i kuadrit të tjerë rregullator me qëllim mbrojtjen e qytetarëve, huamarrësve individ. Padyshim, disa ngjarje që kanë ndodhur, ndoshta jo për shkak direkt të Bankës së Shqipërisë, por edhe të elementeve të tjerë, të subjekteve të tjerë të përfshirë, të vetë shërbimi përmbarimit, përveç kësaj edhe të vetë subjekteve jo bankare, ishte një shtys, një motivim, një nxitje për të rishikuar gjithë këto me dy qëllime kryesore. Së pari që ky sektor të vihet më mirë në shinat e rregullave ligjore dhe të akteve nënligjore, dhe së dyti për të mbrojtur konsumatorin, për të mbrojtur qytetarin që është element i këtyre. Po unë besoj që këto rregullime, këto akte që janë bërë dhe që po vazhdojnë dhe do të vazhdojnë në formën e një pakete më të plot, nuk mund të arrijnë maksimumin e qëllimit, në qoftë se edhe aktet e tjera ligjore që nuk i ka në varësi dhe në dorë Banka Shqipërisë, po që mund të ketë Ministria e Drejtësisë, ligji për përmbarimin, ligji për tregtinë, janë disa akte të tjera ligjore. Por pjesa e bankës padyshim është një pjesë që është reflektuar me shpejtësi dhe do vazhdoj të reflektohet. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë ka vendosur përgjithësisht disa kufizime për kontratat e huadhënies, ka kërkuar vendosjen e një raporti tavan të shërbimit të borxhit për të shmangur krijimin e situatave të mbi borxhit apo huadhënien e papërgjegjshme për konsumatorët. A mbron tërësisht kjo masë apo sikurse e përmendët dhe ju pak më përpara me të drejtë, ende ka nevojë për një plotësim, sidomos në padyshim që në numrin e masave të marra, kjo është një masë e rëndësishme, lozë rolin e vet,
por si që theksova, gërshetimi të gjitha masave Vetëm atëherë do rrisi maksimumin e e mbrojtjes mbrojtjes dhe të kujdesit për konsumatorët. Faleminderit për këto vërtet mesazhe të rëndësishme të këtij raporti dhe kësaj teme. Ndërkohë me lejen tuaj dhe i lutem regjisë temën e 4 që kemi 30 milion euro huat buta për fermerët. Her pas here në bisedat tona jemi kthyer temës së mbështetjes për sektorin e bujqësisë, zhvillimit rural kryesor dhe si thua e ditëve të fundit është edhe pikërisht kjo risia që në kuadrin e zbatimit të programit të Bankës së Shqipërisë për 250 milion euro huat buta për mbështetjen e mikro-ndërmarrjeve, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ministria e Bujqësisë propozoi dhe Ministria e Financave e futi si thua në vendim të Këshillit të Ministrave një skemë të re garancie. Elementet kryesore të cilës përfshin garanci sovrane të qeverisë për banka tregtare që japin hua për fermerët tanë, duke mbuluar deri në 70% të principalit të kredive. Dhe fondi është i rëndësishëm, është 3 miliard lekë, pra 30 milion euro. Si ju duket kjo si lëvizje? Që kur u miratua projekti Bankës së Shqipërisë dhe u anoncuar për 250 milion euro, në ndihmë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dhe natyrisht madje ju keni thënë, më kujtohet në të bisedë që mund të hapet edhe të akordohet edhe vit për vit ky fond. Në rast se ka hapësi thithëse. Nëse ka, dhe natyrisht që ishtë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, pa u etiketuar konkretisht për turizëm apo për bujqësi, nuk është ndarë, është menduar, por që është orientuar drejt këtyre sektorëve që kanë shumë nevojë, u fol dhe u tha që edhe qeveria do ta mbështeste këtë projekt me fondin e garancisë. Më e madhe që ka lëshuar ndonjëherë. Dhe ja ku jemi, ja ku erdhëm, qeveria gjithashtu me shpalljen e këtij projekti e miratoi dhe e vuri në dispozicion dhe ajo fondin e garancisë prej 30 milion siç thoni dhe ju, dhe që tashmë kemi një motivim dhe një nxitje më të madhe të dy palëve. Se ullet përqindja e interesi për fermerët. Edhe të bankës të bankave të nivelit të dytë. Se ka në rrezik më të ulët. Se ka marrë garancinë nga shteti, edhe të vetë klientëve, apo si të themi të subjekteve ndërmarrje të vogla dhe të mesme, bujqve, agjensive, ku diun turizmit. Kështu që duhet të eci përgjigimin tuaj në këtë mekanizëm. Duhet të eci. E parë në këtë këndvështrim është një instrument që e nxit më tej që këtë skem të vihet në zbatim dhe të vinë në ndihmë këtyre sektorëve që kanë nevojë për të marrë kredi. Madje skema përfshin profesor kredi preferenciale për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme ku norma e interesit shkon deri në një tavan ulës vetëm 2%. 2%, po pra. Kështu që siç e thash, është një instrument si thua po ta jap gati Banka e Shqipërisë pa interes fare. Banka e Shqipërisë e bëri projektin. E filloi ta zbatoj. Edhe sikur të ndodhte që nuk do të kishim një fond garancie të qeverisë, prap njësoj do të jesh projekti vazhdon, por marrja pjesë nëpërmjet fondit të garancisë është një hap plus për ta nxitur më tej këtë projekt. Pjesë e skemës, 30 milion euro të garancisë, sikur se edhe ju e përmendëm me drejtë, është mbështetja për investime për asetet fizike dhe teknologjike, pra për të shtuar më shumë mekanik bujqësore, teknologji më të përparuar. Po t'i kthehemi përsëri bujqësisë, kjo është shumë e rëndësishme. Bujqësia shqiptare ka nevojë për teknologji, ka nevojë për mekanik bujqësore, është koha që teknologjia të hyjë në bujqësi, por unë e kam thënë disa herë dhe këmbgul që bujqësia ka nevojë për një reformë tërësore, që është reformë e tokës. Nuk mund të vazhdojmë neve që të pretendojmë që do kemi teknologji, do kemi të futim pronësinë e vërtet mbi tokë. Kompjutrat. E drejtë. Edhe satelitë, shërbime satelitore dhe të bëjmë programime për produktet bujqësore. Nuk mund të kemi ne futjen e mekanikës moderne bujqësore, nëse toka është një dynim, dy dynim pa arritur një kooperim të fermerëve, pa arritur një bashkim të fermerëve me konceptet moderne të fermave të sotshme europiane. A mund të quhet ky program një lloj zëvendësimi deri diku i endeku të krijuar në nivel të fondeve nga programi i parë 2 që u ngri për një moment dhe pastaj mosnisja ende në kohë i parë 3-shit?
çdo lloj programi Vetëm ndihmon. shtes apo vetëm mbështet dhe ndihmon. Tani pse u bllokuar ato programe? Nuk ka lidhje E drejtë. Me fondet e buxhetit me fondet e me buxhetit shtetit me projektin e Bankës Qendrore. Edhe sikur të ishin ato fonde, projekti jonë do të vazhdonte. Kjo është e rëndësishme. Ky do të vazhdonte. Edhe po të ishin ato, kjo Po është. edhe po të jenë edhe ato, akoma më mirë për bujqësinë. Atëherë vërtet me këtë mesazh shumë pozitiv për këtë sektor jetik, për ekonominë tonë profesor, po kalojmë në pjesën e fundit, pra në temën e 50 fundit, por jo për nga rëndësia, Forumi Botëror Ekonomik vlerëson Shqipërinë energjetike. Në gjykimin tuaj, pse një organizatë kaq prestigjioze, njihet kudo në botë, World Economic Forum, në cilësimin dhe gjuhës angleze, e rendit në vend të parë vendin tonë në treguesin e qëndrueshmërisë së prodhimit të sistemit tonë energjetik. Pra, neve praktikisht, sepse ky forum profesor vlerëson të gjitha vendet e botës, ja kemi kaluar disa vendeve shumë të zhvilluara në nivel të prodhimit energjetik, por edhe të qëndrueshmërisë, të faktit që është energji e gjelbër, mund të përmendim Norvegjin, mund të përmendim Zvicrën e me radhë. Çfarë ka ndodhur, domethënë që realisht po na vlerësojnë kaq shumë? Spari, po ta shikosh me vëmendje, ky informacion që ka ardhur i ndan shtetet në 3 grupe apo jo? Ashtu është. Janë 3, si thua, klastera apo 3 klase. Dhe është klasa me energjitë e shteteve me energji të sigurt, është ajo që e kanë gjithashtu të plotësuar dhe pastaj vjen grupi 3 dhe ne jemi në grupin e 3, ne bëjmë pjesë në vendin e parë. Po. Kështu që duhet të jemi transparent. E drejt, jo të parët në të 3. Shumë e drejt. Se mos e kujtojmë se jemi të parët në botë. Jo. Vetëm me njërin prej 3. Dhe fillojmë themi që ja kemi kaluar tjerë. Por të qenurit në vend të parë me energji të qëndrueshme është një element shumë pozitiv. Së pari, kjo do të thotë që Shqipëria vazhdon, nuk ka më kthim brapa në vitet 2000, ku ne çdo 2 orë prisnim kur do vinte orari që do të largojë energjia elektrike. Tani ka siguruar. Ishte edhe simfonia e atyre gjeneratorëve, në ju kujtohet në atë kohë. Tani kemi siguruar një furnizim energjetik për konsumatorin dhe për industrinë të qëndrueshme. Dhe aq të qëndrueshme sa ja kemi kaluar edhe shumë vendeve të tjera europiane të zhvilluara. Ne jemi pjesë e sistemin ndërkombëtar të energjisë, japim dhe marrim energji. Kjo falë hidrocentraleve që kemi, natyrisht janë me bazë hidrike dhe koha i ka mbështetur dhe ka ndihmuar atë, por në të njëjtën kohë falë edhe politikës së re të diversifikimit të burimeve energjetike në vendin tonë. U bën 4 vite, 5 vite që Shqipëria është futur në rrugën e projekteve të prodhimit të energji solare nga dielli, të cilat janë disa projekte tashmë nga të vegjël deri në të mëdhenj, të cilët në gjithë vendin, sipas një projekti që qeveria shqiptare dhe Ministria e Energjisë dhe Transporteve e ka futur në zbatim, të cilat janë ndërtuar, kanë filluar të prodhojnë energji dhe ta fusin në sistemat. Kjo ka bërë që, dhe kjo rrugë po vazhdon, dhe do vazhdoj, dhe është një politike drejtë, e cila po të vazhdoj akoma më shumë garanci do japi për qëndrueshmërinë e sistemit energjetik. Kjo do thotë që reforma energjetike në Shqipëri duhet konsideruar e suksesshme. Tregon gjithashtu që Shqipëria në ndryshimet e strukturës ekonomike që po pëson ato që ne kemi quajtur reforma strukturore tashmë kanë gjetur vend ata sektor që janë prioritar, është energjia, është turizmi, janë shërbimet, është ndërtimi, është bujqësia, pra mas 35 viteve tranzicion, ekonomia shqiptare po ristrukturohet, degët e ndryshme të ekonomisë po gjejnë pozicionin e tyre dhe vendin e tyre në këtë strukturë ekonomike. Të qëndrueshëm, afatgjat do thonë. Ku energjetika, padyshim, është nga më të rëndësishme.
Pyetjen e fundit të kësaj teme të fundit, nëse më lejoni profesor, e kemi diskutuar edhe herë të tjera, po më tepër në këndvështrimin e investimeve të huaja dhe projekteve të huaja të rëndësishme, strategjike. Sa me rëndësi, pikërisht për sektorin ton energjetik, për qëndrueshmërinë e time, qëse jemi vërtet, kemi ecur mirë, edhe ju e përmendet, është marrëveshja trepalçe për energjinë, Shqipëri, Itali, Emirate e Bashkuara Arabe. Ne ju kujtohet edhe në takimin shumë të rëndësishëm në 17 maj, kemi folur dhe për atë profesor, në Tiranë për investimet e huaja, edhe aty është konfirmuar realizimi i këtij projekti. Pjesa e këtij projekti. Pjesa tjetër e përpjekja për të filluar një projekt për gazifikimin e disa qyteteve të Shqipërisë. Korça madje duket sigur. Po, është më afër. Është shumë më afër. Janë pjesë e gjithë reformës dhe e politikës ekonomike për të siguruar një sistem energjetik të qëndrueshëm në Shqipëri, të garantuar në Shqipëri. Kështu që nga kjo pikpamje duhet parë edhe pikërisht projekti që ju përmendët, i cili u nënshkrua disa muaj më parë, dhe kjo tregon që atë vizionin dhe politikën e drejtë që ne kemi për sistemin energjetik, dhe kjo do të ndihmojë padyshim akoma më tej, se kur flasim për sistem energjetik, mos kujtojmë se është vetëm drita. E drejt ka shumë element. Ka shumë element. Kemi energjinë që vjen nga hidrokarburet, kemi gazin që përmenda, kemi prap gasjellsin që përmendët ju, kemi sistemin energjetik elektrik nga hidrocentralet, nga sistemi transmetuese solare, energjinë solare, kështu që kemi disa element të rëndësishëm. Dhe ky diversifikim që po bën politika ekonomike shqiptare është një diversifikim pozitiv në dobi të rritjes së sasisë së energjisë, të eksportit e importit të saj në kohën e duhur për të pasur vazhdimsi dhe për të pasur një sistem energjetik të qëndrueshëm. Profesor Angjeli, faleminderit që ishit me neve sonte në Bullet Point. Faleminderit dhe pushimet mbara edhe për ju. Edhe për juve, sepse vërtet jemi me këtë emision me ju në mbyllje të këtij sezoni dhe faleminderit për gjithë kontributin e këtyre emisioneve që kemi patur së bashku. Faleminderit dhe ju. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët, mirupafshim takimet e ardhshme.